Thyerja e rekordeve është bërë rutin për të, pasi që për të 16 herë, Agim Agushi shkruan emrin e tij në librin e rekordeve Guinness dhe 20 në atë botror. Shumica prej neve përdorim topin në fush apo në palestër, por ai e përdor atë për ta zhongluar me kokë, apo jo zotëri Agushi? Po, ashtu është, faleminderit për ftesën. Vetëm në vitin 2025 kam realizuar 4 rekorde botërore Guinness, 3 rekorde botërore dhe 1 rekord të librit Guinness, tërsa në total 16 rekorde të librit Guinness dhe 20 rekorde botërore. Rekordet botërore regjistrohet te klubi i rekordeve të botës Saksonia me qendër Leipzig të Gjermanisë, ndërsa rekordet botërore Guinness te selia e librit Guinnessit në Londër. Si ndjehesh kur për 4 muaj keni thyer 4 rekorde, mandej brenda këtyre 3 ditëve keni thyer edhe 2 të tjerë? Pak po mdukën. Mirë, këto 2 të fundit, po flasë erdhën ka qenë me 2 maj e përgatitën më herët para 1 muaje në himare të Shqipërisë në hapjen e sezonit turistik atje, ku pas ftesën qysh më herët, ndërsa të shtunën duke u kthyer nga himara në shtëpi, më ka ftuar edhe Radio Televizioni i Shqipërisë, edhe jo disa rekorde botërore të cilët sfidohen në ekranet televizive, domethënë në disciplina të shkurtëra, dhe ka qenë disciplina zhveshja e 6 fanelave sportive për kohën 1 minutë. Rekordi botëror aktual ka qenë 5 fanela të zhveshura për kohën 1 minutë, ndërsa unë në televizionin RTS arrita për 42 sekonda të zhveshje, domethënë në 6 fanela, 1 fanel më tepër se sa rekordi botëror aktual. Me 8 shkort ka qenë në New York të Zvicrës. Edhe aty ka qenë një rekord me karakter humanitar, sepse gjitha mjetet të cilat janë grumbulluar prej sponsorëve, unë ja kum dedikuar shkollës shqipe në Union të Zvicrës, që mësojnë mësimdhënësat fëmijët shqiptar atje në Zvicër. Pastaj më 6 prill ka qenë në Dorës, me 2 maj në Himare dhe me 5 maj në Tiranë në televizionin RTS. Në tash së fundmi theve një rekord me një hapësirë 1 metër katror. Sa ishte e vështirë në një pozicion të qëndroje dhe të thya atë rekord? Po, atë kusht, atë rregull e ka vendosur selia e librit Guinnessit në Londër. Hapësira ka qenë vetëm 1 metër katror. Domethënë nuk guxon në asnjë formë për shembull vija të shkelet, sepse dështon. Edhe kur e kitë baj me veshjen e faneles, ose zhveshjen e faneles, gjithmonë veshja e faneles do të bjetë deri fund belit, sepse në qoftë se fanela betet bibel, nuk numërohet, dështon në rekord. Ajo është më specifike sepse gjithmonë e kia ngarkesën psiqike se po lëviz topi e ti dosh me ndjek topin e dosh me shkelen vijen. Unë një rekord të tilla e kam edhe në Shkodër, në hapësirën 1 metër katror, 164 herë kum zhvesh fanelen, 164 herë kum vesh për 1 orë e 5 minuta. Për 1 orë e 5 minuta unë nuk i kam lëvizur nga vendi. Është rekord aktual botëror i regjistruar në Shkodër. Një rekord shumë interesant, por le të flasim pak për rekordin e parë. Si e kujtoni atë? Rekordi i parë botëror ka qenë në vitin 2002 në ndërtesën e Post Telekomit Kosovës, ecje shkallëve të asoj ndërtese, më zgabofsha 1980 shkallë, kum es lartë, 1980 shkallë kum zbritën poshtë, që është regjistruar si rekordi i parë botëror. Pastaj minëherë pas 3 vite më kanë ftuar në festivalin e rekordeve të botës në München të Gjermanisë. Atë kam vendosur rekordin botëror ecje për 15 km 356 metra për kohën 3 orë e 12 minuta e 1 sekond, ashtu do dukt është. Ndoshta keni një rekord pak më të veçantë, që ndoshta do e veçoja nga të tjerët? Po çdo rekord botëror dhe rekord i Guinnessit është histori në vete. Mirë po disa rekorde i kanë ato vështirësitë e veta. Rekordet botërore dhe rekordi i Guinnessit të cilat sfidojnë në ambiente të jashtme janë shumë të vështira. Po flas në ndërtesën mesetor në Frankfurt, 65 katshe, 2 herë lartë dhe 2 herë poshtë. Herën e parë kur shkuan lartë në katin e fundit, në platon e fundit, kanë qenë mediat botërore, atë blisat e aparatit ma kanë peguar syt, edhe atë nuk i di një 5-6 herë. Topi si më karon kokë, sepse mi kanë bloku komplet syt. Pastaj rekordin München ecje
15 kilometra, njëtën kohë ka nxjedhjeli, ka fryera, ka roshi, një 36 herë stadiumit është dasht të silën për mjëmërien ato kilometra, 6 herë të funit komesën të mrapa, sepse është dasht me bloku në djelin me shpin. Edhe aty ku pos një vështërsi, se kur i ku pos ka një 2 ore 30 minuta, 2 ore 40 minuta, afër syrit më është afru një insekt, edhe aty ma pike gjokin, nuk e di se që shku përbalohen, o kanë një vështërsi e modhe. Pastaj në ndërtesën 100 katëshe Princes Tover në Dubai, ecje prapa shkallëve, 2400 shkallë për 1 ore 32 minuta, katin e 85, atë kom has një lodhje, të muskujt e këmbës, më dashtë edhe 15 kate, ashtu të rezervoj atë kondicionin të aruj për me mujt me ja dalë deri në fund. Në Flensburg të Gjemonisë rekordin e parë Guinness, 4 ore 2 minuta 1 sekund ullë, kom kërëshina që shqitojmë. Aty, kër i kom bëjt 3 ore 20 minuta, aty kom pas një lodhje të muskujve të qafës, edhe aty për një 30 sekundë i kom pas atë lodhje tepërt, mirë po pas 30 sekundëv u te kaluin ajo lodhje, edhe pas taj arrita rekordin për një 6 minuta, më shumë se sa rekordi aktual Guinness që ishte. Ka shumë vështirësi, ka shumë rekorde, po si ushtrohet Agi Magushi? Ku i kryen ushtrimet? Ushtrimet, une jetoj në komunën e Vitijës. Komunën e Vitijës nuk ka sallë të sportit. Une ta kisha këtë sallë, une deri tash edhe 100 rekorde kisha arrit, se u kisha fjetë këtë sallë. Ushtrimet une i zhvilloj të gjimnazi Kuvendi i Lezhës, ku punoj si profesor i matematikës, ecje shkallëve, ku më shtro në ndërtesën e qeverisë Kosovës, kur ku pasë sfidat në Dubai me shkuen. Pastaj 10 ditë, 2 avdet unë shkoj në Dubai, kur kam sfida për me ushtru në të ndërtesa, ku më ushtru në ndërtesa meset tonë në Frankfurt, dhe më thonë në mjërë para prake, shkoj në të vendet për mu adaptu me shkallët, qëfar sa e kanë gjërësien, sa e kanë lartësien atë shkallë, edhe më adaptu me gjyrën e mureve të në shkallëve aty, sepse më dikon në atë aspektin psikologjik, se ka të bajnë me një rekord botërore, ki të bajnë për shembull me orë të tëra për me mojtë topin në kokë. Ka shumë suksese, ka shumë udhtime, ka shumë eksperienca, të njëjtën kohë profesor i matematikës, si arrin t'i bësh të gjitha këto, si është dita e Agi Magushit? Kur nuk kam mësim para dite, rregullisht në ora 5:30 zgjohem, edhe çdo vite i bona në kur prej shtëpis nuk më dalën pa hangë mëngjes. Mas lartë në ora 6:30 mëngjesin e kam. Shkoj eci, baj një ecje 10 kilometra para dite. Vazhdite kur kam mësim tani ma vonë prap eci, në hodhë 15 kilometra shin minimum e kam ditë me ecë. Djetër ku kur ushtroj shkallëve, i heci për çdo ditë ka 3.000 shkallë, 4.000 shkallë pa top në kokë, edhe heci minimum 1.500 deri 2.000 shkallë me top në kokë, gjatë zhvoglimit ecje shkallëve. Domethënë kjo është e përditshmja imja gjatë përgatitjeve të rekordeve të botës. Nuk mund të tri pa të pyetur, besoj që të gjithë janë kurioz. A të dhem koka kur e godet topin, apo ke pasur ndonjëherë marramendje? Deri tashte jo, normalisht që tashte me kalimin e kohës, vite tiken, emocionet jënë matë maja, për mos me dështu, sepse kur ja konë gjenerat shumë ma heret, vitet ma i ri, une asa një makjata që kumë pijen, une një rekord botës nuk i kumë lagarit. Sot është pak më ndryshe, sot emocionet jënë matë maja, do shta nuk e ki atë vetbesimin se kur ma herët është normale. Mirë po, me gjithat qëllimin pse unë i baj këto, e kam të qartë, edhe nuk e lagën për shembull kohës ose e rastit, po pa mërë parasysh se çfarë rekordi do ta sfidoj, unë ushtrimet i baj deri në maksimum. Se kur është ai studenti për shembull, kur të pa përgatit një provim, ndryshe mëson, kur nuk e ditë datën e provimit,
E ndryshe është kur e ditë datën e provimit. Datën e provimit kur e ditë studenti ndryshe ja nis me mësu. Edhe shton për shembull orë ka orë ditë me mësuar. Edhe te ushtrimet janë të tilla. Për shembull kur i ki rekordin ti ke edhe 1 muaj, edhe 1 muaj e gjysmë ndryshe ushtron, mirë pa ushqimi është ndryshe. Edhe pse unë për shembull te ushqimi është një ushqim thjesht normal. Unë shpesh kum thonë edhe për mediat botërore, unë jetoj në fshatin Smir, komuna Vitijës, zgjohem mëngjes, ha mëngjes kur han keq shqiptar thjesht, edhe dal në orën 11 në Prishtinë ta sfidoj një rekord botës. Kjo është ajo origjinali jem. Nuk përdori proteina, alkool spi, pijet gazuar spi, brumra nuk ha, tuha nuk pi, edhe shpesh më thoj te nuk e di ç'është jeton. Mirë për te për thjesht, edhe ushqimet i ha te për thjeshta. Prej kur keni filluar ju, e keni menduar ndonjëherë që do të arrini deri këtu ku jeni sot? Më herët na biseduam me një herë pas luftës në bashkëvendasi imi, një gazetar e pa të shkruar në Agim Agushi synon në rekordin botëror, që ku menu rekord botëror, sa pa të më dalë në pi luftës, me sfidu rekord botës, se ku imaginu kur. Mirë po, me kalimin e kohës e pas që gjithë shka është e mundshme. Pe jap një detaj në klasën e 6 shkollës filluar, kur kam qenë, kur i ku parë simtar të shkullë, katin e 2 e kanë pas zyre, me ditar në dorë, ku pas thonë vetë me vete, a kam shans one një dit ta kapi ditarin në dorë. Kjo ndër më realizu se që thash që 30 vjetë, jam profesor i matematikës në gjimnazin Kuvendi Lezhës në Viti, edhe kur i ku parë intervist të dhonë mediat botërore, sportistat, këngëtarët, artistat, ku me do thësha, a kam shansë edhe në njerë të bëna një ftyrë publike, të jap intervistë para mediave botërore. Edhe këtë e arrita. Në më thonë, ëndrat mund të bënë në realitet vetëm që ose ke guximin për mi djek ato. Unë i ku pas guximin mi djek ato, edhe ku më realizohen. Nuk do të pyes cili është rekordi i radhës, po cilët janë rekordet e radhës që dëshirani të thyeni. CCC ka më heret 4 rekordi Guinness shkallëve, më presin mi realizuar. Një besoj do të realizoj në Dubai, një do të sfidoj në Tiranë, një në Arabinë Saudite në Riyadh, një në këtë kulla Çamlicës Istanbul. Një rekord që më është kërkuar eci 6 km për 60 minuta, ndoshta do të bëj në Vlorë. Një rekord tjetër, ndoshta brenda 2-3 vite e kam në Ulqin, me të vetëmin qëllim që edhe Ulqinin me vendos në listën e rekordeve në Guinness. Rekordi në çifte me djalin e vllaut Leotrim Agushin ose me djalin e motrës Bojara Jetin ose në Austri ose në Zvicër, edhe atë rekord e kemë ndërmend brenda këtij viti me realizuar, edhe ndoshta në rekord tjetër që mundet me dalë spontanisht. Mirë po spaku edhe një 6-7 rekorde po. Unë falenderoj shumë për intervistën, shpresoj që këtë planet tuaja të ju shkojnë në mbar dhe të bëheni njeriu që thyen më së shumti rekorde. Palë qëllimive që ku më arritën, jam edhe një nga sportistat të parë në botë për ka sasia që ku më sfidu rekorde në Guinnessit më shumë se sa të tjerët. Se shumica i kanë ka 3, 4, 5, 6 rekorde, ndërsa jemi po boti 16. Shumë sukses. Faleminderit shumë.